Makina e lëm pas nga autorët në Gërdec pas ekzekutimit mafios të 29 vjeçarit Ermir Dedja, mbrëmjen e 20 majit në Durrës, ishte një dhënë e vlefshme për grupin hetimor për të shkuar në emrat e 2 personave të përfshirë në këtë ngjarje, të cilët u shpallën në kërkim. I pari është një maroken, që grupi hetimor zbuloi se solli makinën e përdorur në atentat një ditë para ngjarjes nga porti i Durrësit. Kjo makinë i kaloi një tjetër personi shqiptar, i cili dyshohet të ketë siguruar kushtet për eliminimin e Ermir Dedjas. Në këtë pikë të hetimeve, policia shqiptare ka kërkuar bashkëpunimin e autoriteteve ndërkombëtare për lokalizimin dhe arrestimin e marokenit, që rezulton të jetë larguar nga Shqipëria të nesërmen e vrasjes së 29 vjeçarit Ermir Dedja. Nga verifikimet në sistemin TIMS rezulton se si marokeni, ashtu edhe shqiptari, kanë lënë Shqipërinë pas përmbushjes së misionit të tyre kriminal dhe janë larguar drejt Italisë. Mekanizmi i vrasjes së Dedjas është i ndryshëm nga atentatet e ngjashme të ndodhura në vendin tonë më parë, pasi grupet kriminale përdorin makina të vjedhura brenda vendit, ndërsa këtë herë makina erdhi nga jashtë posaçërisht për këtë ngjarje. Për sa i përket pistave të hetimit, grupi hetimor beson se kemi të bëjmë me një vrasje me motive akmarrjeje, pasi Dedja dyshohet të ketë qenë i përfshirë në ngjarje të mëparshme kriminale si autor.